Vendosim i pas 13% ose 17%, e këta mi pas 51%. Që për 4 muaj, ajo që është kështu, kthehet kështu. A thu, të supozojmë, të mundohemi të hymë logjikën e tyre pse. A thu të gjitha këto parti politike presin që nesër, kur të mohat zgjedhjet, lëvizjave të vendosim i pas 13% ose 17%, e këta mi pas 51%. A mund tjetë kjo arsyeja? Se për diçka ti shkon zgjedhje. A mu gjithë kush ma mërmenja që e dënë me ndërtu një diçka racionale. Qëllimi du të me konë, spako du të me pasat karakterin racional, natyren racionale du të me pas qëllimi. Me qëllimin e tyre mos mu pajtu fare, po du të me pas një strukturë spaku racionale në kuadër të kornizave tradicionale politike, le të themi kështu. Edhe po mundohemi me zbërthy. A thu, menojnë ata, që për 4 muaj, ajo që është kështu, kthehet kështu. Unë për vete, se i një, ju veç kështu për i një dhe personalisht, unë për vete, zbesoj që ata besojnë. Në këtë, zbesoj që besojnë. A kanë sondazhe, edhe a kanë dhona ma objektive që kanë ndodhë? Kanë sondazhe. I kanë informatat e sakta që kanë ndodhë. E që është e mundshme pra, dhe këta për pyetje për bën këtë populli ma mërmenja, edhe të qytetarë, që është e mundshme mi ditë krejt parametrat e situatës, edhe prap me e botë të njëjtën. Edhe atëherë po ma mërmenja që të tash të ju përgjigj këtyne pyetjeve, po vim pak deri te një qartësim maj madh i kësaj, pse është qëllimi nëse po me rrëzu qeverin Kurti. Tek e fundit kjo është një farë legitimiteti në politikë kështu, me rrëzu një qeveri. Po nëse duam të shkojmë deri te arsyeja më e fundit, mund po m'del vetëm një nihilizëm politik, shumë fatkeq. Shumë fatkeq për Kosovën. Me pasoja të cilat ne nuk mund t'i parashikojmë. Tash për tash. Qëllimet po i dim. Po hapësira në të cilën do t'na hedhë këtë qëndrim, ko lëvizjave të vendosje i bëri të gjitha, çka kërkohen prej saj.